Pas 10 ditësh bllokimi total, për shkak të erozionit që preku një segment të rrugës pranë fshatit Dragostunj, ora 12 e së martës shënon hapjen e këtij aksi për të gjitha llojet e mjeteve. Rruga do të hapet duke filluar nga dita e nesërme në orën 12. Gjatë kësaj periudhe, ne me masat që morëm në këshillin teknik për devijimin e lumit dhe lehtësimin e trupit të rrëshqitur, na shërbeu shumë për të bërë të gjithë punën përgatitore gjatë këtyre ditëve, për të bërë të mundur hapjen e trafikut, u shpreh drejtori i ARSH. Sistemi për hapjen e këtij segmenti provizor është bërë pikërisht aty ku ekzistonte aksi i vjetër, ndërsa ARSH garanton se nuk ka më rrezik nga erozioni. Segmenti i ri do të jetë i hapur për të gjitha mjetet. Ne kemi 4 ditë që e mbajmë nën testim, nën presion të vazhdueshëm, me të gjitha mjetet e rënda dhe nuk ka shfaqur asnjë lloj cedimi. Kjo është edhe fryti të gjitha masave tona të marra gjatë këtyre ditëve, u shpreh Kozeli. Aktualisht, do të pezullohen punimet për zgjerimin e korridorit 8 në këtë segment, derisa të përfundojë ndërtimi i rrugës alternative Buz Lumit Shkumbin, punime të cilat pritet të zgjasin rreth 2 muaj.